Vdekja, a është fillim apo mbarim? A thua vallë, kur të vdesim, përfundoi puna jonë? Jo. Vdekja nuk është përfundim, është përfundim i një faze të jetës dhe kalim në një fazë të re. Nga faza e jetës së dunjas kalon në fazën e ahiretit. E faza e ahiretit ka fazën e varrit e pastaj fazën e mas ditës së kiametit. Pra me vdekje nuk mbaron çdo gjë, por fillon një fazë e cila ka kohë shumë të gjatë. Shumë të gjatë. Mos mendoj dikush se me vdekje do të shpëtoj nga peripecit, nga të këqijat, do të rahatohet. Jo. Me vdekje vetëm fillon një fazë e re. E prej gjërave më të këqija që mund të bëjë një njeri është ta mbys veten, të bëj vetvrasje, të largohet nga të këqijat e dunjas, të largohet nga peripecitë e dunjas, nuk mund t'i duroj ato. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vërejtën, ka thënë që njeriu do të dënohet në një të mënyrë se si e ka vrarë veten në xhehenem, në atë mënyrë. Edhe Allahu ka thënë wala taqtulu anfusakum, ka thënë mos I vrani vetat e juaja. Nuk bën të vritet njeriu, nuk bën të vetvritet njeriu. Pra vdekja është vetëm një fazë e re për besimtarin dhe për çdo njeri. Prandaj përgatitu për vdekje, duke bërë punë të mira dhe duke u larguar nga punët e këqija.